Do të flasim për aktualitetin me mua në studio është Ervin Saliani, është sekretar për Aksionin Qytetar në Partinë Demokratike. Mirë se erdhët në studio. Ju keni denoncuar atë që e keni quajtur në fakt një lulëzim të biznesit kriminal të drogës. Keni qenë vetë atje, keni prek nga afër në zonat rreth Tepelenës në Mosgaboj, dhe para se të hyjmë në detajet se si arritet të deportonit pasi në përshkrimin tuaj ishte disi e vështirë apo jo me posbllogje jo vetëm të disa bandave kriminale, por edhe të policisë që ruanin, siç keni thënë ju, për këto parcela të mbjella me kanabis sativa. Çfarë ju shtyu të shkoni atje? Në fakt nuk është siç kemi thënë ne, por siç është realiteti, sepse ato janë aty, janë të verifikueshme, është një situatë e cila ndodh në terren çdo ditë aty për qytetarët të cilët kalojnë apo për qytetarët të cilët banojnë ato zona, është një situatë të cilën sot Policia e Shtetit apo Ministria e Brendshme është e paaft që t'i dalë për zot apo konfirmon edhe një tjetër atë që ne e kemi thënë deri më sot, e kemi thënë për ditë në konferenca për shtyp, e kemi thënë për ditë me duke publikuar pamje, video, foto nga zona të ndryshme të Shqipërisë, e ka thënë për ditë institucionet kryesore që merren me luftimin e trafikut të drogës dhe të kanabisit dhe të llojeve të ndryshme të drogave, institucionet ndërkombëtare apo mediat ndërkombëtare, të cilat raportojnë për tonelata drogë të kapura çdo ditë, të cilat pati dhe një reagim të policisë si destinacion. Po, reagimi i policisë sot është një konfirmim. Si ishte disi ju ka vlerësuar dhe ju ka është për të qeshur, por njëkohësisht është për të qartë, sepse Policia e Shtetit thotë sot që falenderojnë Partinë Demokratike për i honën që i bën punës tonë, po, këtë kemi thënë sot, nuk është për të falenderuar, është për të shkuar para përgjegjësisë penale të gjithë drejtuesit e policisë, që nga Ministri i Brendshëm, i cili pasi denoncohet në publik një rast i kultivimit të lëndëve narkotike, nuk shkon dhe merr masa për të gjithë zonën të cilën ne kemi denoncuar dhe të vej të bëj verifikimin në terren, sepse ne kemi dhënë koordinata të përcaktuara për zonën, por thotë që i bën një honë punës tonë. Në fakt, puna e Policisë Shtetit dhe Ministrit të Brendshëm dhe Kryeministrit, sepse fijet janë deri dhe Kryeministri Rama, gjatë kësaj periudhe ka qenë marrja 30% të për çdo bim apo për çdo rrenjë kanabisit të mbjell, dhe puna kryesore e Policisë Shtetit është përfitimi i këtij 30% dhe ruajtja e parcelave të kanabisit. Kështu që në rast se kjo po ja u them tani, në rast se kjo është puna e Policisë Shtetit që thotë po i bëjmë një hon, po i bëjmë një hon, por secili nga drejtuesit e Policisë Shtetit, sepse Policia e Shtetit ka burra dhe gra të ndershëm, pafund ka njerëz të cilët janë detyruar që përveç se të luftojnë me trafikantët dhe me persona të cilët mbjellin këto land apo trafikojnë këto land të ndaluara me ligj, janë të detyruar që të rrinë edhe në thundrën apo në shtypjen e erpaseshme apo në frikën e drejtuesve të policisë, të cilët janë të lidhur drejt për drejt me këtë trafik apo me këtë biznes kriminal, siç e kemi quajtur dhe siç është vërtet. Zona e Tepelenës ka një specifik të veçantë, apo zona që kemi përmendur Gusmar, Salari, zona antenave që njihet apo zona e Kalivaçit, Sipër, disa zona kanë një specifik, sepse drejtuesit kryesor sot të Policisë Shtetit, përfshirë dhe Ministrin e Brendshëm, janë me origjinë nga kjo zonë. Dhe për të hyrë në atë zonë ke postobllogje policie, të cilët janë në rrugë nacionale, që në fakt nuk shërbejnë për të ndaluar trafikimin e lëndëve, por shërbejnë më së shumti për të kontrolluar persona që hyrën të dyshimta apo persona të cilët nuk janë të zonës. Që këto janë zonat kontrolluara kemi shkuar aty, po, janë zonat kontrolluara totalisht nga trafikant dhe nga bandit të cilët i kanë quar në mjerim këto zona, të cilët shfrytëzojnë punën me 10.000 lekë apo me 20.000 lekë, duke i quar që në 4 mëngjesit dhe duke i mbajtur edhe me javë të tëra për të bërë atë që quhet në gjuhën e atë që ne i thonë, se ne i thanë qytetarët të cilët punojnë në këto zona, na kanë quar qytetarët të cilët i kanë pasur probleme këto zona, qytetarë, familje të cilët shohin se si dhe janë të detyruar të rrisin fëmijët e tyre me një model që nuk e duan, që nuk ju dakon, që nuk i dakon me shoqërisë shqiptare sot, me modelin e pasurimit në mënyrë të padrejtë, me modelin e dhunës, të goditjes, të ushtrimit apo të shfaqjes me element. Unë e pash vetë. Ju keni pasur denoncime nga qytetarët? Ndaj morët edhe këtë aksion, le të them? Kemi pasur disa denoncime nga qytetarët, kemi pasur foto, kemi pasur video, kemi pasur shqetësime të erpaseshme me telefonata nga qytetarët të cilët e denoncojnë këtë situatë. Duke qenë se ishte situatë problematike dhe në mënyrë të shpeshtë ata thoshin që kemi pasur denoncime në Policinë e Shtetit, por nuk ka asnjë reagim, u shkova bëra një takim të parë me qytetarët atje, qytetarët që punojnë, po e them, në këto zona të detyruar nga bandit. Na i treguan zonat se ku i kishin mbjell, shkova ditën e premte. Nuk arrita do të deportonim dhe të hynim bashkë me një grup aktivistësh edhe me disa persona që punojnë në këtë situatë, të cilët ne ishin ankuar, nuk deportuam dot sepse aty
në një situatë absurdi, në një zonë malore, ku nuk ka as banesa për te një fshati, kishte makina që, po dhe themë edhe për kështu, kishte G-Class, apo Jeep Pajero, apo motor Kawasaki, të cilët patrullonin zonën për të mos hyrë dhe për të mos lënë që të prekeshin sinoret apo territoret e tyre të cilët ishin të mbjella me ashash. Sot e vërtetuam, në një orë më të shpejt të mëngjesit, rreth orës 4 të mëngjesit, 4:30, arritëm depërtonim, ngjitur aty pam që kishte, na i tha thjesht për teknikalitet dhe për ta sqaruar edhe për policinë e shtetit, përderisa po kishte monitorim, ne kishim të dhëna që në 3 parcelat, gjithë zona që po flas është mbjell nga fillimi i fshatit deri në gjithë zonat përreth maleve është mbjell me kanabis. Ne arritëm të hynim vetëm në 3 parcelat, të cilat ishin ngjitur me njëra tjetrën, për të cilat na kishin thënë një nga punonjësit që punonte aty që sot nuk do jenë 2 apo 3 njerëz të cilët e ruanin dhe për të cilët është çadra ngjitur aty, çadër e cila mban 2 apo 3 persona bashkë me armatimin e rënd të tyre që nuk lejojnë të kaloj asnjë person i pa autorizuar drejt këtyre parcelave. Saliani, kjo që po thoni ju është vërtet shumë e rëndë, sepse deri tani ne jemi mësuar që është kultivuar, nuk është ndonjë gjë e re për Shqipërinë, të paktën për realitetin tonë që kultivohet kanabis sativa në shumë zona, në fillimisht e jugu, por tani besoj se janë të shpërndara në të gjithë territorin e Shqipërisë. Po kjo që po thoni ju ka një specifik, sepse ju thoni që është organizuar nga shteti, monitorohet, është një operacion i mirëfillt dhe gjitha përfitimet merret nga shteti apo jo? Këtë po thoni? Jo, nuk merren përfitimet nga shteti, merren nga ministri i brendshëm dhe nga drejtuesit kryesor të policisë shtetit. Për interesa private. Janë persona të cilët sot përfaqësojnë shtetin, por i marrin për interesat e tyre drejt për drejt private dhe me këto para ndërtojnë një skem korruptive dhe kriminale, ndërtojnë para në këtë periudhë nëpërmjet drogës, i nxjin jetën njerëzve aty, ndërtojnë një model që nuk e duan shqiptarët, që fëmijët e tyre do rriten të pashkolluar. Njerëzit janë të detyruar të punojnë? Njerëzit patjetër që janë të detyruar, sepse duke jetuar në një fshat, ata nuk i lejojnë që as të kullosin, as të vadisin, sepse u marrin ujin, siç na thanë aty, ujin për vaditje, sepse aty mësova që rritja e bimës kanabisit ka dhe disa specifika, siç është edhe ujitja në mënyrë të vazhdueshme, siç është edhe plerimi apo edhja e pleut kimik dhe organik, dhe të gjitha këto bëjnë që fshatarët të mos kenë apo banorët e zonave që jetojnë në fshat të mos kenë asnjë mundësi tjetër për të jetuar, dhe janë detyruar që të punojnë me 10.000 lekë apo 20.000 lekë në ditë për të qethur, siç e quajnë ata, po e them edhe një herë tjetër, këtë ashashin apo kanabisin që thuhet në këtë situatë. Meqense më pyetët pak më përpara dhe për këtë, ne kemi denoncuar edhe para 2 ditësh me video të gjithë zonën e mbjellë të luginën e lumit të Vlorës. Ishte gjitha e mbjellë me kanabis, është filmuar vetë nga policia e shtetit, edhe sot e kësaj dite nuk ka ndryrje. E sfidoj po ashtu policinë e shtetit, ministrin e brendshëm sot, që të shkojnë në këto zona të cilat unë po i them sot, dhe denoncimi publik nuk ka nevojë të bëhet edhe denoncim me shkrim, që të shkoj dhe të them që e ke me shkrim e ke në këtë situatë. Mund ta bëj edhe këtë, mund t'i ofrojmë dhe bashkëpunimin policisë shtetit në rast se e ka të nevojshme, por po i themi me emra fshatrat dhe zonat që janë sipër, të shkoj, të bëj patrullim, të bëj verifikim të situatës dhe të bëj çrrënjosjen e bimëve njerë dhe pastaj çrrënjosjen e fenomenit e cila nuk mund të bëhet, besoj, me këtë qeveri e cila e ka ngritur në sistem, e ka veshur pushtetin me krim dhe krimit i ka dhënë pushtet absolut mbi gjithë zonën. Ata janë si guvernatorët të zonës, janë si pronarët të zonave, është një gjendje dramatike në fakt që qytetarët të vetme shpresë kanë gjetur që të drejtojnë të ne. Për ta vërtetuar dhe për t'i hequr çdo alibi drejtuesve të policisë shtetit, për t'i hequr çdo alibi qeverisë e cila her pas here edhe ka thënë pasi i kemi paraqitur fotot dhe video që nuk janë foto të vërteta, shkuam në parcelë reale për të cilën nuk kanë çarton apo jo. Është parcelë reale, janë në situatë reale, po them fshatrat reale, po them zonat reale dhe janë qytetarë të cilët jetojnë aty. Mund të vënë dhe të ndryjnë. Sot, me reagimin e sotëm, treguar edhe një tjetër që janë të kapur, janë të lidhur drejt për drejt me personat cilët i kultivojnë ato për interesat që rrejnë dikan atje dhe kanabisi, por në fakt fije dikan dhe Ministri e Brendshme në Tiranë. Po pse pikërisht për çdo ngjarje kriminale që ndodh në vend, ju vini pas emrin e Ministrit Semir Tahiri dhe Kryeministrit Rama? Në fakt nuk kemi vendosur pas çdo ngjarje kriminale, ka pasur edhe vrasje të cilat janë kryer për motive të dobta, s'ka thënë njëri që e ka vrarë dikush gruan për shkak se ka qenë Semir Tahiri apo jo. Po kjo do të ishte e tepërt. Po, ne kemi thënë, po e tepërt do të ishte, prandaj e thash nga që është e tepërt, ne sepse edhe pyetja ishte e tillë në fakt. Jo, sepse duat të jo po të nënvizoj atëre.
Në çdo vend ka grupe kriminale, në çdo vend nuk do kishte lulëzuar mafia në Itali në qoftë se nuk do ishte mafia e fuqishme më e fuqishme se shteti, apo kartelet e drogës siç janë në vendet e Amerikës Latine. Dhe shteti gjithmonë përpiqet të luftojë, por kjo nuk do të thotë që ka direkt bashkëpunim të shtetit me gjitha këto organizata kriminale. Po edhe në ditët e sotme, nëse keni lexuar dhe nëse jeni informuar, është absolutisht në Amerikën Latine pothuajse shpërven, mafia ekziston, kriminaliteti do të ekzistojë për herë. Por pushteti i lidhur me krimin nuk duhet të ekzistojë dhe nuk ekziston në asnjë vend. Politikanë të këtij rangu të lidhur drejt për drejt me emrat e krimit nuk ka. Ministri i Brendshëm është i akuzuar dhe ka pranuar edhe vet dhe nuk e përgënjeshtron, por thotë që i kanë dhënë makinën personave habileve që i ka kushrind vet për të transportuar drogë. I ka dhënë taksi me licencë për të transportuar dhe për të mos i ndaluar asnjëherë. Sot po themi që kultivohet drogë, po i themi me emra konkret. Po themi situatën konkret dhe policia e shtetit nuk ndryn. Çfarë tregon kjo? Çka lidhje apo jo? Se ne po e tregojmë me video në parcel konkrete që ja ku është droga e mbjell nga trafikantët, ndërkohë policia e shtetit thotë që na i silli t'i shohim sepse ne nuk e dim dhe ju po përgëzoni punën tonë. Për të përgëzuar është kjo, si është situatë absurde apo jo? Është situatë përtej absurde. Tregojnë jo vetëm lidhjen, jo vetëm që i kanë marrë paratë dhe konfirmojnë këtë që themi ne, por konfirmojnë edhe një gjë tjetër, që janë të pafuqishëm, që pasi bëhet një denonci publik dhe ngrihet gjithë opinioni publik në mënyrë skandalizohet nga kjo situatë, policia e shtetit nuk ka zguximin që të paktën në deklaratë publike të mbajë qendrim dinjitos siç i takon një institucioni shumë të rëndësishëm, sepse policia e shtetit nuk është policia e Sajmir Tahirit, as polici e Edi Ramës, është policia e shtetit. Këta po e përdorin nëpërmjet disa drejtuesve për interesa të drejtë për drejta private dhe kriminale. Nuk kemi thënë ne as për rastet për asnjë rast tjetër nuk është akuzuar ministri i Brendshëm apo kryeministri për rastet ku nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë, pa mund të akuzohet për aksidentet, kur brenda ditës detyrohet edhe vetë që të shkrijë gjithë drejtuesit e komisariateve, pasi i ka thënë Partia Demokratike dhe Opozita që drejtuesit e komisariateve që ke vendosur i ketë paf profesionalisht. A mundet sot që gjendja e kriminalitetit të jetë në këtë situatë ku është, ku brenda një dite Ministri i Brendshëm me urdhër të kryeministit shkarkoi gjithë drejtuesit e lartë të policisë shtetit dhe riktheu në policinë e shtetit personat e inkriminuar. Dhe jemi në situatën ku asnjë person i inkriminuar, pavarësisht se ligji i dekriminalizimit ka hyrë fuqi dhe kjo është çështje e vullnetit politik. Nuk ka nevojë me që të bëhet një ligj. Kjo qeveri nuk ka vullnet politik, sepse e mban këmbë krimi. Në rast se hiqen këmbët, këto këmbë që janë të vendosura në taban, te ai shashi aty apo te trafiku i lëndëve të tjera narkotike, qeveria bie. Kjo është situata. A kemi nevojë në sot që të kemi një qeveri e cila të ketë prioritet krimin dhe paratë e veta dhe jo qytetarët? Unë besoj që jo, ka ardhur koha që t'japim tjetër drejtim. Ju keni qenë në fakt aty nga afër dhe jam shumë kurioze të di sa të përfshirë janë banorët e këtyre zonave pikërisht në këtë aktivitet, sepse mbaj mend gjatë operacionit që u zhvillua në Lazarat, i cili në fakt u përshëndet dhe nga ndërkombëtarët operacioni i qeverisë për pastrimin e Lazaratit dhe të mira parcelave atje nga droga, banorët disa ditë më pas thanë që ne kemi ngel pa punë. Sepse për shumë nga ata, kjo është dhe një mundësi punësimi. Shiko, mundësit e punësimit... Si e pat ju nga afër këtë situatë? Mundësit e punësimit nuk mund tjetë asë një situatë e palishme. Qytetarët shqiptarë dhe qeveria shqiptare ka për detyrim dhe ka për detyrë që atë premtim dhe atë kontratë që i ka dhenë kur i ka marrë votën për të hapur 300.000 vende pune të reja, t'ja u hap në mënyrë dinjitoze, ashtu si që i takon, dhe jo duke shkelur ligjin. Kjo situatë është absurde, nuk mundet të pranojë Partia Demokratike, vetë banorët, ja po jo them. Ka një situatë të qartë që një grup i ngushtë njerëzish, 10-15 njerëz kontrollojnë gjithë interesat që lindin nga kjo dhe banorët e tjerë marrin 10.000 lekë apo 15.000 lekë të vjetra në ditë për punë, e cila nuk është punë e përreshme, është punë sezonale, është punë e cila edhe brenda sezonit të vet. Ka ditë, po çfarë do thotë kjo? Edhe vrasje me pagesë si punësuar është. A mund të hapim në disa vende si vrasës me pagesë? Jo, nuk, sepse po e trajtoni sikur unë po mbështes. Kjo është absurde, nuk po e trajtoj për ju, po e trajtoj sepse edhe qeveria ka këtë situatë. Ndodhur në një situatë të tillë, në një fshat izoluar, ku mundësitë e punës janë shumë të pakta, edhe ata qytetarë që mund ta pranojnë them këtë mundësi, nuk është se janë fajtor për këtë. Dhe kjo në një farë mënyrë jo të drejtë për drejtë, pikërisht nga këto grupe, influencojnë dhe një edukat pune jo të lishme. Absolutisht keni drejtë te kjo. Të gjitha ata qytetarë që janë aty janë në mjerim, shfrytëzohen, dhunohen, në shumicën e rasteve dhunohen, rrihen, me dhunë kuptoj që rrihen dhe preken me dorë, sepse këta janë njerëz të cilët janë me armë në kurriz, ne do nxjerrim ka qarkulluar sepse i kemi hedhur, do nxjerrim foto të tjera se si i ruajnë me armë afër parcelave të kanabisit këta persona dhe mjerohet populli apo
qytetarët apo banorët të cilët janë në atë zonë, absolutisht është komplet skllavëri moderne me inspirim nga ministri i brendshëm dhe nga drejtuesit kryesorë të policisë. Jemi në këtë situatë ku qytetarët aty, një prej banorëve që erdhi me mua ditën e parë, ditën e premte, nuk e lini familjarët e vet që të dilte nga shtëpia me idenë se ata do të vinin dhe do të vrisnin natën. Janë dhe jetojnë në situatë frike. Të gjithë ata qytetarët, të cilët nuk kanë lidhje drejt për drejt me këta që janë 98% e qytetit, fakt se 2% punësojnë në këtë punë. Apo ja, të gjithë të tjerë dinë pasojat e kriminalitetit të lartë, sepse aty ushtrohet aktiviteti palishëm, ushtrohet dhe mblidhen të gjithë personat me precedent penal. Në situatën aty, unë mund të përmend edhe me emra. Nesër, unë kam parë person që e kanë identifikuar si person në kërkim, i cili patrullonte me motor zonën përreth parcelave. Kjo është situata reale atje, duket në kufit të pabesueshmes, po qëse nuk e shikon, por e kemi bërë fakt të kryer sot dhe i kemi treguar me video dhe me foto se ku janë parcelat e kanabisit në Shqipëri, të cilat policia e shtetit nuk i shikon. Mjafton vetëm vullnet, dhe kam thënë nuk nevojitet as ligj i ri, nuk nevojitet as ndonjë punë e madhe, me pak vullnet, me 2-3 qytetarë atje, unë arrita që ty në parcela, policia e shtetit me mjete më të mëdha, ministri i brendshëm që ka të gjithë në dispozicion, të gjithë aparaturat dhe të gjithë aparatin shtetëror, duhet shkojë aty në çdo zonë, sepse sot është fenomen mbar shqiptar. Paradoksi i drogës djegur dhe i kapur të operacioneve në brenda vendit dhe asaj që kapet jashtë vendit, por që ka dalë nga Shqipëria, është pasqyruar absolutisht her pas here dhe gjithmonë nga mediat, dhe kjo nuk ka dyshim. Por pse ju shkuat në këto moment atje? A është kjo një strategji politike për të fituar kredo juve tani që jemi edhe në prag të zgjedhjeve, ku mendohet se mund të kemi edhe të parakoshme? Jo, ne kemi denoncuar në mënyrë ne kemi denoncuar në mënyrë terpashershme situatën e kriminalitetit dhe të drogës në vend, nuk është era e parë. Sot ka shkuar në atë situatë sa nuk mban më dhe qytetarët na janë drejtuar, ne vajtëm e provuam dhe rezultoi që ishte e vërtet situata. Apo jo, situata e drogës sot, zgjedhjet e parakoshme mund të jenë një opcion, ne nuk e bëjmë, opozita nuk e bën punën dhe nuk është detyrë vetëm kur ka zgjedhje, ka qenë në detyrë, në krye të detyrës të gjithë periudhën që zgjedhësit e kanë ngarkuar për të bërë këtë punë që po bën sot, kështu që besoj që nuk është çështje përfitimit politik, është çështje përfitimit të shoqërisë tërësi, e mbylljes së një plagë të madhe sociale që po i krijohet qytetarëve shqiptar jo vetëm sot. Duhet t'ju them që kjo është situata e dytë ku mbyllet, sepse pjesa e parë e kanabisit, ma shpjeguan aty, është mbyllur dhe këto tonelata të drogës që kapen është sezoni i dytë. Ka pasur një farë tjetër që mbyllet për 45 ditë, ajo bima e lartë që e kanë nxjerrë dikush një nga kolegët tuaj, ka qenë para disa kohësh, dhe është një situatë tjetër ku po mbyllet, të themi, platacionet e dyta me ashash, dhe situata ku kapet 1.2 ton sot në Itali dhe këtu bën sikur digjen mira rënjë, është një situatë tjetër e gënjeshtërt, sepse ata shkojnë dhe djegin vetëm kërcyet apo rënjët e bimëve që i kanë shitur dhe i kanë çuar për trafikim ndërkombëtar.